Labi fillon të këndoj. Zëri i tij deli fort, i thellë, plot mall e plagë të vjetra, sikur çdo varg ta ketë marrë prej ndonjë dhimbjeje që s'është shëruar kurrë. Këngët e Labit janë të rënda, të mbushura me lot, me ikje, me dashuri të humbura dhe fate të thyra. Ai këndon me shpirt, me sy të mbyllur, sikur bota përreth të mos ekzistoj fare, shkurta e dëgjon. Në fillim përpiqet të rrijë fort, por sa më shumë vazhdon kënga, aq më shumë i mbushen syt me lot. Zëri i Labit i prek plagët e saj, i zgjon kujtime që ajo mundohet t'i harrojë. Lotët i rrjedhin ngadalë, pa zhurmë, dhe dhimbja duket e vërtet, e thellë, e papërmbajtshme. Për një moment duket sikur kënga po ja copton zemrën, por pastaj shkurta buzëqesh lehtë mes lotësh. E fshin faqen dhe tund kokën. Fillon ta tall Labin me një ironi të hollë, sikur të dojë të fshehë ndjeshmërinë e saj pas shakave. Mos e merr kaq seriozisht, bre, thot me gjysmë zëri. S'janë edhe aq të mira këngët e tua, veç plot vaj e mërzi. Labi vazhdon të këndoj, edhe më fort tani, sikur ta ndjej talljen, por të mos dorëzohet. Ai e di që këngët e tij nuk janë për të gjithë, por janë për ata që dinë çfarë është dhimbja. Shkurta qanë, por njëkohësisht tallet sikur të luftoj me veten, nga njëra anë e prek kënga. Nga ana tjetër nuk do t'ja pranoj Labit këtë fuqi mbi të, kontrasti është i fortë. Labi këndon me zemër të qarë, shkurta qanë me shpirt, por fjalët i ka thëmbuese. Dhimbja dhe tallja përzihen dhe krijojnë një skenë të çuditshme, pothuaj tragjikomike. Ajo qanë sepse ndjen, por tallet sepse nuk do të duket e dobët. Ai këndon sepse s'di ndryshe, sepse vetëm kështu di ta nxjerrë dhimbjen jashtë, dhe kështu vazhdon. Labi këndon, shkurta qanë, por mes lotëve qesh pak, e mes këngës ka një heshtje që flet më shumë se çdo varg. Sepse ndonjëherë, edhe kur thua që s'janë këngë të mira, zemra e di të vërtetën. Toni i thot Albes me një frym, pa u ndal fare, o Alb, more njeri, a e din që uji ekziston edhe për diçka tjetër përveç se me e pi? Larja nuk është luks, as ndonjë zakon i rrallë që bëhet vetëm kur të zëhalli. Ti nuk lahesh një herë në javë, por edhe ajo një herë në javë ndodh vetëm kur planetët rreshtohen bashkë. Ndërkohë, neverit i hedh nëpër shtëpi sikur me qenë pjesë e mobilimit. Gjithçka është rrëmuj, gjithçka ka erë, dhe ti sillesh sikur kjo është gjendje normale jetese, çorapet i gjen kudo përveç se në sirtar. Një nën divan, një pas derës, një tjetër mbi tavolinë. Rrobat e palara janë bërë male, ndërsa rrobat gjoja të pastra janë po aq të dyshimta. Banjon e ke kthyer në muze, e sheh, por nuk hyn. Dhe pastaj çuditesh pse të ikin njerëzit prej teje ose pse hapin dritaret sa herë hyn ti në dhomë, për më tepër, ka më shumë se një muaj që nuk i gjen as tangat e tua. Një muaj, Alb. Janë shpërnda nëpër shtëpi sikur me qenë në ndonjë reality show. Kush i gjen sot? Një ditë dalin në kuzhinë, ditën tjetër në dhomën e gjumit, e ndonjëherë shfaqen papritur në ndonjë qoshe ku as vet nuk e mban mend që ke kaluar. Kjo nuk është as normale, as për të qeshur, kjo është turp, që humore, mos u sill sikur krejt bota është kundër teje. Nuk po të kërkon kush gjëra të pamundura. Shko bëj një dush si njeri. Hap robinetin, përdor sapun, shampo, ujë, ato gjëra bazike që i përdor çdo qenie normale. Fërkoje veten, pastroje trupin, ndërro rrobat dhe lëre atë erën që ke marrë me vete prej ditësh, pastaj mblidhi sendet e tua. Shtëpia nuk është kosh plehrash, as depo rrobash të pista. Vendosi gjërat në vendin e vet, se edhe muret kanë filluar me u lodh prej kësaj rrëmuje. Respekto veten së pari, e pastaj të tjerët. Se pastërtia nuk është vetëm për pamje, është për shëndet, për mendje, për dinjitet, mos prit gjithmonë dikush me ta tërheq vërejtjen. Nuk je fëmijë, je njeri i rritur. Merr përgjegjësi për veten tënde, Alb. Qohu, shko bëj dush. Rregullohu dhe fillo me jetu. Banorët ishin mbledhur rreth njëri tjetrit në një atmosferë të qetë dhe miqësore, ku batutat shkonin e vinin natyrshëm dhe të qeshurat krijonin një ndjesi afrimiteti mes tyre. Ishte nga ato momente kur njerëzit ndihen rehat, ulen pa filtra dhe ndajnë histori personale, herë me humor e herë me sinqeritet. Secili shtonte diçka, një kujtim, një shaka, një situatë të vogël nga jeta e vet. Në një moment, Labi mori fjalën dhe vendosi të tregonte një histori nga rinia e tij, një kujtim që i kishte mbetur thellë në mendje dhe që sot, pas shumë vitesh, e rrëfente me një buzëqeshje të lehtë dhe pak siklet. Ai nisi duke treguar se si një ditë, kur ishte ende i ri dhe po kthehej nga shkolla, asgjë nuk i dukej e pazakon.
Ishte një ditë normale, si shumë të tjera, kur mbërriti në shtëpi, vuri re se dera ishte e hapur. Në fillim nuk i dha rëndësi, duke menduar se ndoshta prindërit kishin dalë dhe ishin kthyer me nxitim. Me çantën ende në krah, hyri brenda pa bërë zhurmë, siç bënte shpesh. Por kur ju afrua dhomës së gjumit, kuptoi se kishte hyrë pa dashje në një moment shumë privat të prindërve të tij. Labi tregoi se reagimi i tij ishte i menjëhershëm dhe instinktiv. Pa bërë zë, pa dashur të prishte qetësinë apo të krijonte siklet, ai e mbylli derën ngadalë dhe u largua, duke u përpjekur të sillej sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Prindërit nuk e vunë re fare praninë e tij, dhe kjo e bëri situatën edhe më të çuditshme për të në atë moshë. Teksa e tregonte historinë, banorët fillimisht u habitën, e më pas shpërthyen në të qeshura të lehta. Jo nga tallja, por nga fakti se pothuajse të gjithë mund ta kuptonin sa e sikletshme dhe njëkohësisht njerëzore ishte ajo situatë. Disa tundnin kokën, të tjerë shtonin se histori të tilla janë pjesë e jetës dhe se ndodhin më shpesh nga sa pranohet. Labi e mbylli rrëfimin me humor, duke thënë se ajo ditë i mësoi më shumë për privatësinë dhe respektin se sa shumë këshilla të tjera. Historia e tij e thjeshtë, e treguar pa dramatizim, krijoi një më. Gjatë mbrëmjes, atmosfera në shtëpi ishte ndryshe nga herët e tjera. Muzika e butë mbushte ambientin, dritat ishin të zbehta dhe të gjithë banorët ndiheshin të çliruar, sikur po shijonin një moment të veçantë pas ditëve të ngarkuara. Në mes të sallonit, Arditi dhe Bia nisën të kërcejnë ngadalë, duke u afruar gjithnjë e më shumë me njëri tjetrin. Lëvizjet e tyre ishin të sinkronizuara, plot ndjeshmëri dhe emocione të pashprehura më parë, teksa kërcimi vazhdonte, shikimet e tyre u kryqëzuan dhe buzëqeshjet e lehta tregonin qartë se mes tyre kishte lindur diçka e fortë. Momenti kulmoi kur ata u afruan edhe më shumë dhe, pa shumë fjalë, u puthën më në fund. Ishte një puthje e natyrshme, e pritur prej kohësh, që dukej sikur vuloste ndjenjat që kishin ndërtuar gradualisht. Për të ruajtur privatësinë e tyre, Arditi dhe Bia morën një batanie dhe mbuluan kokën, duke krijuar një hapësirë të vogël vetëm për ta. Nën batanie, ata vazhduan t'i dhuronin puthje njëri tjetrit, të qeshnin lehtë dhe të shijonin çastin pa u shqetësuar nga asgjë tjetër. Ishte një moment i thjeshtë, por i mbushur me emocion dhe afërsi. Banorët e tjerë, duke e kuptuar natyrën e ëmbël të situatës, i shikonin nga larg me buzëqeshje dhe të qeshura dashamirëse. Askush nuk e prishi atë çast, përkundrazi, atmosfera u bë edhe më e ngrohtë. Sikur të gjithë po ndanin gëzimin e atij momenti të veçantë. Mbrëmja vazhdoi me energji pozitive, ndërsa puthja e Arditit dhe Bias mbeti një nga momentet më të komentuarat dhe më të bukurat e asaj nate. Dolce dhe Edi më në fund pajtohen, pas një periudhe heshtjeje që kishte rënduar mbi ta si një re e dendur. Çdo fjalë e pa thënë, çdo keqkuptim i vogël, tani duket se është shkrirë në ajër. Ata qëndrojnë pranë njëri tjetrit, aq afër sa frymëmarrjet u ndërthuren natyrshëm, sikur zemrat e tyre të kenë gjetur sërish të njëjtin ritëm. Dolce e mbështet kokën mbi supin e Edit me një qetësi që tregon se më në fund ndihet e sigurt, e mbrojtur, e dashur. Edi e afron edhe më shumë, duke e mbajtur me kujdes, sikur të kishte frikë se mos kjo lumturi e sapo gjetur mund t'i shpëtojë nga duart. Ai i puth lehtë qafën, një puthje e ngrohtë, e mbushur me ndjenjë. Jo për të ndezur pasionin, por për të treguar dashurinë dhe pendesën. Është një gjest i vogël, por që flet shumë, flet për mallin, për mungesën, për premtimin se këtë herë do të jetë ndryshe. Sytë e Dolces tregojnë gjithçka. Aty lexohet dashuria e thellë, ajo dashuri që nuk shuhet edhe kur plagoset. Ka ende një shkëlqim të butë, një ndriçim që vjen vetëm kur zemra është e mbushur plot. Ajo buzëqesh lehtë, pa fjalë, sepse nuk ka më nevojë për të gjithçka që donte të dëgjonte. Tashmë e ndjen, ata rrinë ashtu për një kohë, të heshtur, por të lumtur. Heshtja mes tyre nuk është më e rënë, por e ëmbël. Është heshtja e dy njerëzve që e kuptojnë njëri tjetrin pa pasur nevojë të flasin. Në atë moment, bota jashtë nuk ka rëndësi. Ka vetëm ata të dy, krah për krah, me kokat e mbështetura mbi njëri tjetrin, duke ndarë paqen dhe dashurinë që u kishte munguar. Pajtimi i tyre nuk është thjesht një fund i një zënke, por një fillim i ri. Një fillim i ndërtuar mbi ndjenjat e vërteta, mbi faljen dhe mbi dëshirën për të ecur përpara së bashku. Dhe ndërsa Edi e shtrëngon Dolcen edhe një herë, bëhet e qartë se kjo dashuri, me gjithë vështirësitë, është ende gjallë, ende e fortë dhe më e bukur se kurrë. Një përplasje e fortë verbale ka ndezur debat në publik, pasi Labi ka zgjedhur të përdorë një gjuhë teje të ashpër dhe fyese ndaj fjollës, duke kaluar çdo kufi komunikimi dhe respekti njerëzor.
që në orët e para të mëngjesit, zëri i ngritur dhe sulmet verbale të tij u shndërruan në një shfaqje agresiviteti që nuk i shërben askujt dhe nuk justifikohet në asnjë rrethan. Në vend të argumentit, Labi zgjodhi britmën. Në vend të dialogut, zgjodhi fyrjen. Sjellja e tij u perceptua nga shumë kush si e pakontrolluar, e papërmbajtur dhe thellësisht ofenduese, veçanërisht kur drejtohet ndaj një gruaje. Gjuha që ai përdori nuk ishte thjesht e ashpër, por denigruese, duke tentuar të ulë dhe të poshtëroj fjollën në mënyrë publike. Reagimi i publikut nuk vonoi. Shumë zëra e cilësuan këtë sjellje si të papranueshme dhe shqetësuese, duke theksuar se zëri i lartë dhe agresiviteti verbal nuk janë shenjë force, por dobësie. Kur dikush nuk arrin të shprehë mendimin me qetësi dhe respekt, zgjedh rrugën më të lehtë, sulmin personal. Fjolla, nga ana tjetër, u gjend në qendër të një sulmi që nuk kishte lidhje me debat apo mendim ndryshe, por me një përpjekje për ta nënshtruar përmes frikës dhe fjalëve të rënda. Në një shoqëri që pretendon të ecë përpara, episode të tilla tregojnë se ende ka shumë punë për të bërë në drejtim të respektit. Veçanërisht ndaj grave, ky incident rikthen në vëmendje një problem të madh: normalizimin e gjuhës së dhunshme në komunikimin publik. Britmat, ofendimet dhe sulmet personale nuk janë argumente dhe nuk e bëjnë askënd më të fortë apo më të drejtë. Përkundrazi, ato e ulin nivelin e diskutimit dhe dëmtojnë klimën shoqërore. Në fund, ajo që mbetet është një pyetje e thjeshtë: a duhet të pranohet një sjellje e tillë si normalitet? Shumë kush mendon se jo. Respekti, vetkontrolli dhe fjala e matur janë tregues të vërtetë të karakterit. Çdo gjë tjetër është thjesht shurm. Edi u bë pa dashje protagonisti i momentit, jo me ndonjë veprim të bujshëm, por me një tekst këngë që po dëgjohej në sfond dhe që ndezi atmosferën menjëherë. Kënga, me vargje të guximshme dhe plot humor popullor, kishte atë energjinë tipike që të fut në ritëm dhe të bën të qeshësh pa e kuptuar. Ishte nga ato tekste që nuk i merr seriozisht, por që mbeten në mendje dhe krijojnë atmosferë. Ndërkohë, Dolce dhe Alba po kërcenin të lira, të qeshura dhe plot energji. Lëvizjet e tyre ishin spontane, pa filtra, dhe dukshëm po e shijonin këngën në sfond. Vajzave u pëlqente shumë ritmi dhe ironia e tekstit, që e bënte situatën edhe më gazmore. Nuk ishte thjesht kërcim. Ishte një moment i pastër gëzimi, ku muzika bënte bashkë të gjithë. Edi, nga ana tjetër, e përforconte edhe më shumë situatën me reagimet e tij. Me mimika, batuta dhe ndërhyrje plot humor, ai e çoi momentin në një nivel tjetër. Sa herë që refreni afrohej, ai reagonte me entuziazëm, duke shkaktuar të qeshura të mëdha tek të gjithë të pranishmin. Ishte e qartë që gjithçka po merrej si shaka, si një lojë momenti, pa asnjë prapavi tjetër përveç dëshirës për t'u argëtuar. Dolce dhe Alba nuk e ndalnin kërcimin, përkundrazi, sa më shumë që Edi e egzageronte reagimin e tij, aq më shumë ato qeshnin dhe e shijonin situatën. Ishte ai lloj momenti ku gjithçka ndodh natyrshëm, muzika, lëvizjet, të qeshurat dhe energjia pozitive që përhapet në ambient. Në fund, ajo që mbeti ishte një skenë e lehtë, plot humor dhe gjallëri, ku një këngë me tekst provokues u kthye në shkak për të qeshura dhe atmosferë të mirë. Edi, me spontanitetin e tij, Dolce dhe Alba me energjinë dhe kërcimin e tyre, krijuan një moment që tregoi se ndonjëherë mjafton pak muzikë dhe shumë humor për ta bërë një situatë të paharrueshme.